Unë sot kam dalë të bashkangjit nga qytetarët të Kosovës, sa unë jam qytetari i këtij vendi, për shtetimin e rrymës, 15% që do të merr sot vendim ZRA dhe të protestoj që kjo është një palogjikshme që të rritet rryma 15% në një vend ku është vend i varfër, në qytetarë që në varfër dhe në varën për një pagë shumë të vogël. Nuk e besoj qeveria që duke po këtë popull. Asoj kam verbu sytë, të menduan e kështu. Se aja të kishpo popullin, kishpo ngritit paga o mas parit, paga të gjitha strukturave që jetojnë, gjitha shoqëri që jetojnë në Kosovë, që bëhet pagat. Aja, me sa di unë, kam verbu sytë, aja të po vetëm vetë-veten, edhe të po standartin e vetë. Aja ta mendojnë që kanë rrogat 2.000 e ca euro dhe në 3.000 euro kanë rrogat, dhe për ta kjo rritje është okej. Po për ne si qytetarë që jetojmë këtu në vendin tonë, edhe ata jetojnë këtu në Kosovë pikërisht, po për ne është e pamjaftueshme kjo pagë që e marrim ne, që të përballojmë këtë 15% të rrymës e cila duke pritur të rritet. Ti shumë francez, sot ky shesh është mushës plot qytetarë këtu. Po fatkeqësisht si jemi francez, po them sinqerisht në atë aspekt se francez për 1 cent dalin në rrugë. E jo ne për një 15% që si e ngrit qeveria rrymën, ne sot do të mushët ky shesh plot qytetar.